Përshëndetje, miq të dashur, po takojmë sërish në kuadër të emisionit Konteksti Kohor me Hoxhën Bere Musleu. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjeseli, Allah shpërbleft. Allah shpërbleft dhe ty për kohën. Nësi. Në qendjen njerëzore, ose njeriu e ka sfidat e veta në jetën e vet, ku disa prej njerëzve janë të mirë e disa prej njerëzve janë të këqij. E pra, njeriu rreshtohet ose ka e mira ose ka e keqja. A është kjo si rezultat i situatës, ambientit, apo është vetë e qenjes njerëzore cilën ja ka jep Zoti? Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falendrojmë, salavatët tonë e dru Muhammedit a.s. Familjes, shokëve dhe të gjitha atyre që ndjekin rrugën e tij. Është vërtet se njeriu në vetveten e tij i ka prezent të dy forcat ose të dy, po themi, shtytësit drejt të mirës dhe të keqes. Fillimisht është shumë rëndësi të përcaktojmë ose ta kuptojmë se kush është ai i cili përcakton se çka është e mira dhe çka është e keqja. Sepse realisht huqjet dhe devijimet shpesh ndodhin për shkak të mos gatishmërisë së njeriut që ta merr një referencë të përbashkët, pra njerëzimit që ta merr një referencë të përbashkët në përcaktimin e të mirës dhe të keqes. Dhe kjo ndoshta edhe në të kaluarën, por sidomos në kohën tonë është një përpjekje shumë e egër që njeriu ta shkput nga baza, ta shkput nga referenca e përcaktimit të mirës së të keqes, të vlerës dhe antivlerës. Dhe sigurisht se njeriu me, po themi, madje edhe nëse nuk ka besim të caktuar, por nga natyrshmëria e tij ai do ta pranoj se është një krijues i tij, është një Zot. Është një superfuqi mbi natyrshme, pra mbas të terminologjisë së tyre, ndërsa për besimtarën është e tjerë, se është Allahu subhanahu wa taala, krijuesi i botës. Dhe kur njeriu dhe njerëzimi do të ishte unik në përcaktimin e këtij burimi, se burimi i përcaktimit të mirës së të keqes është Allahu subhanahu wa taala, ai do të ishte shumë e lehtë pastaj që ta kuptonte se nga po rreshtohet edhe nga po anon. Por në mungesën e kthimit të kjo referencë dhe të kjo bazë në përcaktimin e të mirës së të keqes, pastaj e kanë marrë të drejtën çdo kush që të jap definicione, të jap mendime, të jap verdikte finale se çka është e mira dhe çka është e keqja. E pastaj ato devijime të shumta shpesh ndodhin bazë kësaj, sepse shumë njerëz madje lodhen, mundohen, përpjeken për punë të caktuara që realisht ato janë shumë të këqija. Ai mendon se po bën të mirë. Për të ashtu Allahu subhanahu wa taala nga fundi surës Kehf thot kul hal unabbiukum bil akhsarina amala. A doni t'ju tregoj kush janë ata cilët kanë humbur më shumë ti? Kush janë ata cilët kanë humbur më shumë ti, Zoti i Madh? Allahu subhanahu wa taala na tregon se ata kanë punuar, janë përpjek. Ama mundi ju ka shku hoq për shkak se ata nuk kanë punuar në bazë të përcaktimit të mirës së asaj që Zoti ka thënë, por në bazë të burimeve të caktuara ose çështjeve të caktuara. Andaj nëse e kuptojmë këtë, e që kjo është shumë e nevojshme dhe shumë e domosdoshme në përcaktimin e të mirës së të keqes, atëherë mbetet pastaj sfida tjetër. Ajo sfida të cilën ti e përmenda që brenda njeriu ka forca ose është prezente edhe mira edhe e keqja, dhe veprimi i të mirës ose të keqes tek njeriu nuk është ose e mira dhe keqja nuk është se ajo ndodh për shkak të vendit ose për shkak të hapësirës ose për shkak të kohës, por njeriu është ai i cili e përhap të mirën ose të keqen në bazë të asaj kriteret të parë që e përmendëm pak më herët, dhe është vështirë pastaj që njerëzit që jetojnë në një ambient të caktuar të dalin jashtë atij ambienti, sepse ata do ta gjejnë një gjendje të tillë, ata do të rriten në gjendje të tillë, ata do të edukohen në gjendje të tillë, ata do të formësohen në gjendje të tillë, ata do të krijojnë mendësi të caktuara.
Ai do të jetë pra ambienti ndikon shumë hoxh në përcaktimin e njeriut tek i miri dhe i keq. Ndikon shumë, për shkak se nëse një njeri për shembull është rrit me një ambient të immoralitetit, po zam. Dhe ajo ka arrit shkallën e normales të ta. Ajo është vështirë me dalë jashtë asaj. Sepse ai çështë i ka gjetë. Çat mendsi e ka gjetë. Çat mendsi e gjen. Ose po zam ajo që janë çudit kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë naj'al alihatana ilahan wahida. Kanë këtë zotat ton që i kem ti po thomë i bëvesh një zota. Ata në rritë veçat mëndësi, se cili mi pa zotin e vetë. Në ka thoshu shumë e qudetshme, qysh bë kjo? Andaj, rritja me një mëndësi të caktuar, me një gjendje të caktuar, me një status të caktuar, me një veprim të caktuar, është determinues pastaj në a e liron këtë komplet njeriu nga përgjegjësia, kjo temë tjetër, po flasim për situatën. Andaj, e mira dhe e keqja nuk janë për shkak të kohëve. Mund të themi që koha është ajo, koha është e njëjta. Dili është të njëjti, hëna është të njëjta, orët janë të njëjta, lëvizja është të njëjtë, por njerëzit që jetojnë në kohë të caktuar mund ta ngritin nivelin pozitiv të edukatës, moralit, sjelljes, besimit e kështu me radhë, njerëzit të jenë të tillë dhe kundërta. Për atë arsye, për shembull, ka pas për dietarëve të cilët janë rrit me gjendje të caktuar, ka qenë e njohur ajo punë e caktuar, saqë kanë thonë këtë dhe më i thonë gënje ka thonë kësë dhe me gënjy. Ajo ka qenë e njoftur. Andaj, edukatat caktuara, çështjet caktume, veprimet caktume, i përcakton masa edhe rrethi edhe ambienti ku njeriu jeton. Pra hoxh nuk është ambienti ose masa ose situata, gjendja në cilën është një popull, nuk është arsye që ty me të nxjerr pastaj prej përgjegjësisë. Për shembull, nëse me një masë të madhe është të shpërndam immoraliteti ose shfeti ose tash ti thu që po krejt po bojnë, une po munduna më rujt, po ka pak po bëjt. Mi po smujmi i krejt se është qashtu situata, nuk është arsye që pastaj ti me arsitu para Zotit. Normalisht se kjo është çështje shumë delikate, dhe është çështje e cila kërkon një fokus në trajtimin ton, domthonë një kujdes trajtimin ton, por edhe në trajtimin atyre të cilët na ndëgjojnë. Njeriu nuk shpëton nga përgjegjësia. Dhe kur po flasim tash për përgjegjësinë, gjithmonë po flasim bazë të atij kriterit të fillimit që e vendosëm, sepse shumë e rëndësishme njeriu në trajtimin e caktuar dhe në kuptimin e caktuar të vendosen baza mbi të cilat do të orientohet biseda dhe trajtimi. Dhe ne kuptojmë se kush është baza e përcaktimit të vlerave dhe të antivlerave, të mirës e të keqes. Dhe për neve është autoriteti i pakontestueshëm, është Allahu subhanahu wa taala. Dhe libri i pakontestueshëm, burimi i pakontestueshëm është libri i Allahut xhaleshanu, është Kurani dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj ne e kuptojmë dhe besojmë dhe pashmangshëm jetojmë me të se e mira është përcaktuar në Kur'an dhe e keqja është përcaktuar në Kur'an. Të mirën e ka personifikuar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe të keqen e ka luftuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është e kryme për neve. E pastaj dalim tek pyetja jote. Një njeri i cili jeton në rrethana të caktuara, në çështjet në ambient të caktuar, a i ka rastis të ndëgjoj për versionin tjetër? A i ka rastis të ndëgjoj për versionin tjetër? Nëse se i ka rastis të ndëgjoj për versionin tjetër, ai nuk lirohet nga përgjegjësia. Për atë arsye, ne kur po flasim, madje edhe këtë bashkëbisedim që po e bëjmë, edhe në çdo ambient ku flasim, edhe në çdo kohë kur ne e përcjellim këtë dinë, e përcjellim për këtë, që çdo njeri i cili është me logjik të shëndosh, me zemër në natyrshmëri, dhe i rastis që gjatë kalimit të kanaleve të ndalet këtë rast tek kanali i PIS TV-s, edhe të ndëgjoj këtë trajtim. Të paktën le të ndalë 10 minuta, 20 minuta, gjysore, le të ndalë, asgjë s'po kërkojmë. Vetëm le ta bën krahasimin mes asaj që flitet këtu dhe asaj që ndëgjon dikun tjetër. Asaj që flitet këtu dhe asaj që ndëgjon dikun tjetër.
Dhe në këtë rast kur po flasim pra për versionin tjetër të asaj që njerëzit janë mësu dhe jetojnë me ta dhe janë formu dhe janë edukuar, kanë kriju një mundësi të caktuar, ne po domë të afrojmë një mundësi alternative të asaj mundësie. Kjo është qëllimi. Kjo është i pari. Dhe dytë është që shpresa jonë dhe bindja jonë dhe mendimi mirë jonë është se çdo kush që do të dëgjoj këtu do të dorëzohet jo para pse ne po i thojmë, po para fakte dhe argumente që janë të pathyeshme, sepse dalin nga Kurani dhe dalin nga Suneti i pejgamberit alayhis salam. Ne hajde të flasim se çka është vlerë dhe çka është antivlerë. Hajde të flasim çka është e mira, çka është e keqja. Dhe këtë duhet ta kuptojmë në mendsinë tonë. Në mendsinë tonë. Andaj që ta përmbyllë ose ta rrëmbullaksoj përgjigjen. Çdo kush që jeton me edukata, mësime, formime, mendësi të caktuara dhe i rastisht të ndëgjën këto formime, këtë mendësi të cilën ja ofron feja, ai duhet të dorëzohet pashmangshëm, përndryshe nuk përton nga përgjegjësia. Andaj edhe qëllimi jonë është ky. Për ata kur i kanë thonë, Allah subhanahu wa taala kur e përshkruan, e thot: "Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adhibuhum." Çka po ju falën për këto këtyne? Këta kanë mri shkallën që Allah xhaleshano ka me dënu. E kanë mri, e kanë mush kupën, e kanë ardhur e kanë kalu kufit ku veç pritet në shkimin nga Allahu xhaleshano. Çka ka thonë pejgamberi i Allahut? Dhe çka kanë thonë edhe çka duhet të thonë ata të cilët e luajnë rolin dhe misionin e pejgamberëve, o ma'dhiratan ila Rabb. Arsytim para Allahut. Arsytim. Na e kemi përgjegjësi që ata të cilët veprojnë veprime të caktuara nga çështjet e besimit dhe deri te çështjet e thjeshta, të cilat nuk janë të konfirmuar nga burimi i saktë se ato janë të mira, po përkundraz janë të këqija dhe verdikti final i librit të Zotit, mësimeve të Zotit janë se ato janë të këqija. Çdo kush që i vepron ato, e jona është me atërhek vrejtjen, se gabim e ki, do të ndrosh mendësin, do të ndrosh qasjen. Edhe leallehum, ergjohum, da është atë da i kosh për ty në këthejhet, edhe shpeton nesër para Allah, subhanahu wa taala. Kjo është, dhe ne kemi dëshirë që secili për ty në të largohet nga veprimet e caktuara. Andaj, qëllimi i fesë është ndrimi i mendësisë së njeriu. E këtë arrin vetëm kur t'i dorëzohet pashmangshëm mësimeve të Zotit. Hoxh, në fillim e tha që brenda njeriut ekzistojnë dy forca. Është forca të keqes, që të shtyn me bë vepra të këqija, dhe forca të mirës, që të shtyn me koni mirë. Mirë po, këtë ti mundesh me dirigju, edhe mundesh me definu, edhe mundesh me rreshtu ka e mira edhe ka e keqja me mendsinë që ti e ke. Kështu e kuptova unë. Po. Çfarë mendësie duhet me pas njeriu për me qenë mirë? Mendësia që duhet me pas njeriu e mendësia që neve na nevojitet. Na duhet këtë mendësi është kuptimi i rolit ton. Kush jemi ne? Nga kemi ardhur? Pse kemi ardhur? Cili është roli jon këtu dhe ku do të shkojmë? Kush na ka kriju dhe kush është përgjegjës për kush është ai i cili na mban, na furnizon kështu me radhë dhe cila është përgjegjësia jon karshi veprave dhe punëve tona. Ky grumbull i pikpyetjeve. Ky grumbull i pikpyetjeve është ai i cili ja përcakton njeriu qartë kush është njeriu. Kush jemi ne? Dhe pa kuptuar ne kush jemi ne, na nuk mund ta ndrojmë mendsinë. Sepse në momentin që ne e mbivlerësojmë veten tonë, ne japim vetes tonë aftësi dhe kompetenca më shumë se sa kemi realisht. Ne dalim nga të qenërit rob i Zotit. Dhe në momentin që del nga ose përpjekesh që të del nga ai rrethi ku Allah subhanahu wa taala ka përcaktuar pozicionet tona, ne kemi bë kaos. Sepse ne kemi me marrë të drejtën e mbivlerësimit ton dhe kemi me marrë të drejtën që është më e keqja e vlerësimit të mirës e të keqes. Ndaj merret të gjitha ata të cilët nuk janë po themi nuk janë të udhëzuar me udhëzimet e Zotit, por nuk i ndjekin udhëzimet e Zotit. Në momentin që ti thu mos e bani punë caktuar, me çka ka më thonë ai? Pse kush ka thonë është keq kjo? Kush ka thonë është keq kjo? Andaj çka duhet me bëte ky njeri? Ky njeri duhet me ndru mendsinë. Çu do të më ndru mendsinë? Do të më kthyet në bazë edhe në origjinën e tij se kush është ai. Kush është ai? Andaj nëse e kemi të qartë këtë proces. Atëherë ne kemi me pas qartë me kuptues se çush arritën sahabët
e pejgamberit alayhi salatu wassalam me ndru komplet çështën e tyne, me ndru mendsinë e tyne. Pra nuk mundet hoz njeriu me thonë që ky jo mone çështo vazhdoi. Jo, normalisht që jo. Normalisht që jo. Dhe ajo nuk është arsye. Madje Allahu xhaleshanu i ka qurtu Ran i ka qurtu. Ata të cilët e kanë hezitu me ndru besim, domthonjë çështën e tyne në besim, për shkak se hakadha wajadna aba'ana ala umma. Kështu i kanë gjetë parë tonë, pse kemi nevojë na me Kështu i kanë gjetë ata. Kështu i kanë gjetë ata. Ose me kokë forci thotë çështo janë vallana. Ose çështo janë. Të gjitha këto janë arsyetime të cilat njeriu i përdor në veten e tij. Andaj për atë arsye Kurani, mrekullin që e ka bë Kurani, vëllai Salia. Edhe mrekullin që e ka bë gjeneratat e para, për gjenerata sahabeve, tabenëve, gjeneratat e hershme, janë mrekullit të cilat janë të paarritshme. Dhe ata nuk kanë ndërruar në trupat e tyre, ata s'janë bë më të mëdha vëlla. As nuk kanë ndërruar në kohët e tyre, ata nuk i kanë pas tani ka 30 sahat mbrana ditës. As nuk ju ka zbrit aty në ari për qiellit ata mi përdor. As nuk ju kanë zbrit armë me marr dikon tjetër. Njëjtit njerëz janë kanë. Të njëjtit njerëz janë me. Kur gjë ata nuk kanë ndruar pas mendësisë. Çu kanë bërë hozë me ndrua ata mendsinë? Veç janë gjallë nga të vdekurit. Po flasëm në mënyrë figurative. Allahu xhalla shan thot: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." Apo sikur raste atyre të cilët ishin të vdekur, thot Allah, dhe ne i ngjallëm dhe i bëm ata të ecin mesin njerëzve. Janë të njëjtë këta, sikur ata që ecin në errësirë, s'janë të njëjtë. Por Allahu xhalla shanu këtyre njerëzve pyet thot, "Ju ka kthy jetën, i ka bot të gjallë, që i bie. Çdo kush që e pranon udhëzimin e Zotit, ai e ka ngjall veten e tij nga qendrit i vdekur. Sepse ai i cili jeton pa besim, ai është i vdekur. Ai mund të shëtes, mund të haj, mund të pe, mund të shfryj epshet e tij, mund të posedoj, mund të udhëheq, mund të ketë çfarëdo që të ketë, ama ai është i vdekur. E Allahu xhaleshon po thot ngjallje. Andaj e kanë gjallë, ato veç i kanë gjallë. Wa kanë gjallë Allahu zemrat e tyre. Wa kanë gjallë Allahu subhanahu wa ka kthjell mendjet e tyre. Ato mendjet të cilat i varrosin vajzat e tyre për zgjalli. Ato mendjet të cilat bënin luftë njëra me tjetrën për gjërat më banale. Që ato mendje ishin, ato zemrat të cilat ishin të ngurta deri në atë mas, saqë nuk kishin dëmshuri për të vobektit, as për të ngratit, as për ata ku shiteshin njerëzit në tregje e të dobtit përdorshin si mjet i defrimit edhe. Këta ishin. Ata të cilët Allah subhanahu wa taala u ndryshoi mendsinë e tyre, i ngjalli, sepse Kurani i ngjalli zemrat e tyre, edhe i kthjelli mendjet e tyre. Kaç bani Kurani? A më me përmen hos disa për rasteve të cilët kanë bërë me ndryshu mendsinë e tyre? Po e tërë jeta sahabëve është e tillë. E tërë jeta atyne njerëzve, po flasim një generale. Për me kuptu pastaj se shembujt praktik janë të shumë, po do me e përmend si në formë generale. Ata njerëz, kur po flasim për arab në këtë rast, po flasim për të njëjtin mentalitet në krejt mendësit e kohës ku ata jetonin, sepse ti në të njëjtën kohë ki superfuqit e kohës të cilat ishin të zhytur në errësirë, në raporte me njëri tjetrin ose në raport me drejtat e njeriut ose me humanën e kështu me radhë. Po në këtë rast po flasim për këta të cilët arritën me bën ndryshim. Arritën me pa ndryshimin më të madh. Që se shek situatën cilën kanë jetuar dhe e paramendon kohën cilën ka ardhur pejgamberi sa. Çfarë njerëz ishin ata? Po ishin njerëz të cilët luftonin deri në shfarosje për gjërat më banale. Të tash imagjino çfarë mendësie. Ishin njerëz të cilët e kishin dëfrim zullumin dhe padrejtsinë ndaj tjerëve. Ishin njerëz të cilët mund ta imagjinosh deri në shkallën e varrosjes së vajzave të tyre për zgjalli. E kanë ardhur transmetime të ndryshme të prekse ku në hapjen e vorrit vajza ja ka largu plunin, për shembull prindit, deri këtë mos të ngurtësisë së zemrave të tyre. Tash imagjino, çka mundet këta njerëz me i bë? Çka mundesh ty në njerëzve me i bë? Për çka të nevojiten këta njerëz?
Po themi, me thonë që ta njerëz e ki, bën çka dush me ta, çka të vynë ta njerëz vëlla. Për çka, ku mund t'i përdorësh ta njerëz? Për çka mund t'i përdorësh ta njerëz? Dhe tash po flasëm për zbritjen e një libri, fjalës Allah subhanahu wa taala, dërgimin e pejgamberit në mesin e tyne. Qita njerëz arritën më bo yje të paarritshëm për 15 shekuj deri sot edhe deri në kiamet. Në besim, moral, në edukat, në sjellje, në bamirësi, në ndihmë ndaj tjetrit, në dëmshuri, në shkencë, në zhvillim, përparim e kështu me radhë. Çka ndodhi me ta? Çka ndodhi me ta? Është pyetje që në mendoj se njerëzimi duhet me studiu kohën e pejgamberit alsam deri në detale. Kur gjë pas Kur'ani zon në vend zemrat e tyne. Dhe ky Kur'an kur zon në vend zemrat e tyne, aty u tregoj pozicionin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Roljet këtë botë është me njoft Zotin me adhuru ata. Po çet Kur'an hoxha dhe na sot e kem. Pikërisht po do me e instalu. Me instalu se dikun e ke pa ti do mund të se ndonjëherë e instalon një program, po të kamet në file dikun atje pa në file të kamet pa u instalu sa duhet, s'funksionon programi. Apo s'funksionon. Ka mbet dikun e mango dikun nuk është kompletu instalimi i tërë Kur'anit. Nuk është instalu. Andaj Kur'ani u ndroi mendësinë sepse u tregoi pozicionin, u tregoi rolin, u tregoi kush i ka pru, u tregoi te kush kanë më kthy nesër. E pastaj ata ishin në gjendje me bë mrekulli. Po çka I bani këta të veçantë me pranu një shpallje kaq lehtë në një gjendje të tillë. Kur na po flasim për gjendjet e tyre në për atë që e përmendet me I varroz vajzat e gjalla dhe tash po vjen një libër, një fjalë e Zotit që kas lehtë ata po I nënshtrohen asaj, na kemi ndoshta ligjërata të shumta të dhjetra, një prapse s'mundri me ndryshu veten. Të lehta ose të rënda ajo ne nuk e dim se si ka qenë procesi I nënshtrimit tyre ose I pranimit tyre. Për me tregu se so ka qenë I vështirë pranimi, mund të shohim ata që nuk e kanë pranuar. Veç kur të shohim ata e kuptojmë se kjo lehtësia e tyre për pranim ka ardhur te rahmeti I Zotit. Për me kuptuar edhe na sot, pse ne këtu po flasim me komoditetin më të madh, alhamdulillah Allahut, sot kemi shumë unë edhe ti me komplet, ku me ditë në çfarë studio, edhe ku me ditë në çfarë vendi me fol këtë diçka tjetër. Pse na po flasim kaq lehtë për madhështinë e Zotit, edhe për madhështinë e fesë, edhe për begatinë e nënshtrimit ndaj Zotit, kjo është rahmeti I Zotit, nuk është merita jona. Nuk është se na kemi ditë kaq lehtë me pranu këtë punë. Sepse veç merri bashkëmoshatarët tonë, ndoshta që nuk janë këtu. Për ata për me kuptu sa lehtë kanë pas këta, e marrim shembull migjen e pejgamberit alayhis salam. Ai cili pejgamberi I Zotit te koka po I rën. Dhe të jam në fjalë thuje, veç në fjalë thuje. Apo ja nuk është e lehtë pranimi. Pranimi është, opton, si pranim e pastaj ndikimi si ndikim është I lehtë. Problemi është e pranimi. Na sot mendoj se kemi problem që kemi mendësia se na halon nuk kemi mri me kod bindun në vërtetësinë e fesë, në vërtetësinë e mësimeve të Zotit, në saktësinë e lajmeve, në saktësinë e udhëzimeve kështu me radhë. Andaj ne nëse mund të flasim për mrekullinë, mund të flasim për mrekullinë e udhëzimit, sepse mrekullia e ndikimit pastaj është e lehtë, sepse ata kuptojnë çka I bën me kohën e udhëzimit. E kuptuan se çai vjen me kohën e udhëzum. Edhe u alecoi Allah subhanahu wa taala pastaj edhe I lan ato gjurmë edhe na dhan mësimin më të madh se njeriu kur ta ndron mendësinë e tij mund të bëjë mrekulli. Hoxh, padyshim se do të shohim edhe këto shembuj praktik, të cilat ose ndikimet e këtyre shembujve pas pauzës. Dashur shikues, çndroni me ne, do të rikthehemi pas pak në emisionin Konteksti Kohor me Hoxhën Graham Musliu. Të dashur miq, jemi pjesën e dytë të emisionit Konteksti Kohor me Hoxhën Graham Musliu. Hoxh, a mundemi me pa këta persona të cilët
e përmendit ti që kanë lanë gjurë, mos e përmendin tash pas 1500 vjete për këtë ndryshim të mendësisë të tyne, pra këtë dorëzim ndaj Zotit dhe a muna me pa çka kanë ndryshuar ata ose praktikisht çka kanë qenë, çka janë bë. Secili sahabi pejgamberit është shembull në veti, është mrekulli, është rast unik, është rast i veçantë. Dhe e mbrusi përbashkët krejt këtyre historive dhe krejt këtyre njerëzve është thash dhe ajo që po du me nxirr si përfundim edhe të këtij bashkëbisedimi është ndryshimi i mendësisë së tyre, ajo që neve sot para mungon. Ajo që neve sot para mungon. Nuk është ajo që neve sot para mungon, nuk është shpeshherë nuk është mangësi veprimi, shumë veprime kena, nuk është mangësi numri. Numër kemi shumë më shumë. Shumë më shumë. Dhe po e filloj domethënë atë ndryshimin që pejgamberi na ka tregu për dallimin mes mendësisë atyre dhe mendësisë tonë. Për me nxjerr pastaj përmend edhe shembuj tjera. Pejgamberi kur ka folur për në atë kohë me një grosht njerëz, me çato ndryshime të mëdha që i kanë bë, çato ndryshim që e kanë bë, pejgamberi ka tregu pastaj sahabeve shumë paralajmërime që ndodhen e një ndër to paralajmërimet para kiametit, ka thonë kanë më sulmu, ka thonë prej tanave sikur na në pjatën që sulmojnë njerëzit, domthonë kur i versulen një ushqimi. Ka dhe ja Rasulullah, kanë emin qilletin hina idhin ja Rasulullah, ka thonë a për shkak se pak kena me kana, sahabët s'kan besu, që shka mundësi me të sul kret me sulmu, ka thonë kur ata janë shumë, ja Rasulullah, po të kanë me mejt pak ata, e për shkak se janë pak, ka thonë ata kanë me të sulmu. Shqo mendësia sahabëve, kjo shumë rëndësi, s'kanë mujtë me kuptu pse, a pak kanë me kanë ditë që kanë me në sulmu, ja Rasulullah. Ka jo, shumë bile keni me kanë, shumë. Ka nani, kanë gutha e sejlëm, sikur na shku ma e detit, shumë. A në shka e Rasulullah? A mu ka thonë, Allahu Gjeleshan ka me o mbjell në zamrat të tyne një smundje. Qëka është aja Rasulullah? Kanë hubbu dënja o kerahet il maut. Kanë dashnia për dënjan edhe mos me pas qef me dek. Shëmënësia. Shumë keni me kanë, tana keni me pas këtë, ama atëherë ka me ndru mënësia pra. Po e paralajmëron se ka me ndru mënësia. E tash çka ka me ndodh? Ka me ndodh që ju keni me dash dënjan fart. Problemi është kja. Se kja të ndrën komplet qasin, të ndrën pozicionin, të ndrën dëshirat, të ndrën ambicjet, të ndrën kjo ndrimi mëndësis. Kjo nuk të ka ndru namaz. Të namazën e falë, edhe me agjeran, edhe në haqë shkën edhe krejt. Amo që kje mranat, të ndrën matematikat. Kjo mëndësia. Pra mendësia ka po suksesin Mendësia ka po suksesin. Aty në një grosht njerëzve. Për atë arsye ata kur kanë shku dikun edhe kanë dashur me bë diçka i kanë thonë qëra ka thonë. Për shembull kupton se në ato rregullat shkollë mas pari i ofrohet ajo që ti po dënë kështu më ka thonë qëra ka marrë ka thonë ato me një ushtri. Në ndije se të marrë me një ushtri ka thonë që ma qef kanë me dek se sa me jetu. Ai bot ball kësaj ushtrie? A mund është ti, për shembull sahabët me i tut. Kanë do me i tut. Një Omerit, për shembull, një Omerit cili e ka pas hobi. Hobi e ka pas me nga tresat me njerëz. Hobi ka pas. A kupton para Islamit. Tash butësia e tina ka rezultat i fesë. E tash në qofë se është dash më ballafaqu me ta, e tash e ka ditë që për qatë ballafaqim shpërblet të Zoti. A mund është mituta? A përëtan? Kë mund është mitut? Për shembull, se Arab me gjitha ato që i përmenëm, ata kanë pas edhe cilësit të mira, sepse madje ka studime për këtë punë që i kanë përmend disa veçori të veçanta që i kanë pas Arabët e asoj kohe, të cilat me Islamin ju kanë përpu dhe ju kanë përshtat dhe kanë dhënë një efekt jashtëzakonshëm. Për shembull, ata kanë pas bujarin. Kanë pas bujarin shumë të madhe.
Bujari cilën madje kanë ardhur brasa interesante të njerëzve të cilët kanë dhënë bujari të jashtëzakonshëm. Ata kanë bë për shkak të natyrës që kanë pas, të traditës që kanë pas. Imagjino që aty ne më ushtu edhe që shpërblehesh para Zotit. Me çka mundi mat tani ata. Me çka mundi mat. Ama sot ti s'soni nxit sot njerëzit të na pozon për bujari të shkollave, megjithëse alhamdulillah ne kemi këtë cilësi dhe mund të bujaris, po shkollat narta të bujaris. Të trimëris, ata në qoftë se një fes i ka ofru strehim dikuj, a i ka qenë i gatshëm deri në shfarosje për me i garantu fjallën cilën atia ka dhënë. E qëta i cili tani për shembull e ka inkuadru Islamin dhe fenë dhe shpresimin të Zotit, me çka mundesh me sfidu. Kjo tregon tani edhe besnikrin. Besnikrin e madhe që ata kanë bërë. Andaj frika e pejgamberit asëm në ndryshimin e mendësisë. Dhe neve sot na duhet ndryshim i mendësisë. Neve sot na duhet ndryshim i mendësisë. Këtë ndryshim të mendësisë ne ndryshojmë nga bindja. Nga bindja, ne sot a jemi të bindën, po flasim si besimtarës, po flasim për sepse ne jemi ata të parë të cilët duhet të tregojmë pathyshmërinë në këto parime. Andaj për shembull, pse Abu Bekri ka marrë një histori? Sepse ka marrë me mendësinë cilën ai ka pas. Ai ka pas një mendësi të çuditshme. Për shembull, kur ka ardhur pejgamberi prej Isra's dhe Mirajit. Ka ardhur, po mendoj, besoj shikuesit e kanë edhe e din se si ka rridhur historia kur kanë dalë, kanë thonë, çka ka, kina i lajm sot. Jam një pjesë natës për Mekës në Jerusalem, me Mesjidul Aqsa për aty në qiellin e ja ka treguar, ka thonë tash e vërtetum. Edhe kanë gjetë si pretekst të favorshëm për ta me e mposht tek pika e fortë tek Abu Bekri. Edhe kanë shku, hala pa u taku Abu Bekri me ta. Edhe i kanë thonë, kështu po thotë shoku yt, ti me siguri që si beson kësaj pune. Po do më prek mendësia apo. Abu Bekri po do më tregu se këtu nuk ka punë pastaj detali. Puna është dikon tjetër, puna është tek bindja, puna është çysh me nënë Abu Bekri. Puna është çysh me nënë Abu Bekri. Edhe pastaj ka thonë, apo thot ai çështu? Po ka thonë unë besoj. Çush i beson? Ku unë besoj se Allah po i zbret shpallje. Unë çto kom pas të lashëm. Kushtimisht pam. Unë çto kom pas problemin. Me i besu shpalljes. Tani çka vjen më saj, është këtë e parancishme. Ne kemi sot problemin vllai mos ali. Ne sot e kemi problemin që musliman me pas vaktli, me pas kod, njerëz besimtar, ne kemi shpesh herë të lashin, ata me i bind se Kurani është fjalë e Zotit. Ata me i bind sepse ti nuk ki ymer me debatu çdo detaj të Kuranit, me ta çdo detaj të Kuranit ti më vërtetua atina. Ne sot këtu kemi problemin shpesh herë, po. Ne a do të më i bind motra tona muslimane për obligueshmërimin e shamis. Apo do të më sill argumente, do të më sill raste, do të më sill histori, do të më sill për mbulesë. Pse? Problemi është e bindjes, a është Kurani fjalë e Zotit? Ti sot do të më bindet musliman për shëmtueshmërinë edhe haramin e fajdes. Derisa po duhet më dal njerëz kërsh më baptën, më vrajë, më plagose, për me tregu sa e shëmtuar është kjo. Inshallah Zoti ka thonë, "Fa adhanu bi harbi min Allahi wa rasuli." Jepi aty ne kupton se është luftë me Allahun dhe luftë me dërgumin e tij. Andaj çit mendësitë që sahabët e kanë pas, e kanë rru, e kanë bërë revolucion ta, që kjo është ajo që neve sot na mungon. Neve na mungon kjo mendësi. Mendësia e vërtetësisë së shpalljes, mendësia e forcës edhe bindjes sa na mujna me ndryshu. Na mujna me ndryshu. Na duhet me ndryshu. Na nuk guxojmë për shkak se fesati edhe të këqijat edhe janë përmbys kuptime të keqe si thuhet e mirë, edhe të mira si thuhet e keqe, më thon hajë ton po i thon gjësoj e mirë dhe po ja na do të ndrojmë mendsinë, sepse na jemi tek pika parë atje. Na referencën për përcaktimin e të mirës e të keqes na kem qartë. Po sot ndoshta më shumë ti që investohet është në sulmimin e kësaj mendësie. Pra investohet shumë, sidomos në thirrje, në propaganda të ndryshme, në atakimin e kësaj mendësie që njeriu
të mendoj ose të veproj atë që ai mendon që është e mirë. Pra jo të referohet dikon ose jo ta mësoj dikush ose jo. Pra na ka rrjedh dikon kjo mendësi. Çush më e shëru këtë? Shërimi është shumë i qartë. Kthimi tek referenca, kthimi tek burimi, kthimi tek dorëzimi jon i zemrës tonë atij i cili e ka kriju. Dhe kthimi i mendjes tonë tek ai i cili dija ti është e pakufishme. Ne që s'mund të shohim edhe nuk mund të mendojmë madje as për gjërat më të thjeshta nuk kemi të gatshëm dhe nuk kemi kapacitet të i realizojmë. Si mund të pretendojmë për disa vendosjen e kritereve të përgjithshme pastaj. Andaj dorëzimi i zemrës dhe i mendjes tek Allahu subhanahu wa taala, këtë rast tek Kur'ani, tek mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tek udhëzimi, tek nënshtrimi ndaj Zotit xhaleshanu është zgjidhja e vetme. Dhe madje edhe ata të cilët kanë besu, edhe ata të cilët më herët e kanë rikonfirmu besën e tyre, duhet ta bëjnë një rishikim të këtij pozicioni dhe këtyre nënshtrimit të kësaj mendësisë tonë përballë ligjeve edhe mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është zgjidhja e vetme. Dhe nëse ne arrijmë me sinqeritet, t'ia dorëzojmë zemrën Allahut xhaleshanu, t'ia dorëzojmë mendjen Allahu subhanahu wa taala, të them ti udhëheqja o Zoti i Madh. Wallahi jam i bindur vllai Sali, se ne do të ndryshojmë në radhë të parë veten tonë, mendsinë tonë përballë fesë, përballë mësimit, përballë edukimit, përballë atdheu, përballë vatanit, përballë njerëzve që na sulmojnë, përballë atyre që na dojnë, përballë atyre që s'na dojnë. Në të gjitha rrafshat, në të gjitha fushat, në të gjitha aspektet ne kemi mendru mendsinë dhe çastin tonë. E kjo pastaj pa asnjë dilemë, unë jam i sigurt për ata dhe po flasim se kjo do të na bëjë të mirë, do të na bëjë gardian të bartjes së vlerave dhe do të na bëjë bartës të zhvillimit, edhe të shkencës, edhe të teknologjisë, edhe të përparimit, edhe po gjithmonë në kuadër të asaj që është të dobishme dhe i kthehet në të mirën e njerëzimit. Përndryshe, çdo mangësi jonë anket do të na lënë në vend numëro që në aspektin individual, që në aspektin shoqëror, madje edhe deri tek aspekti i umetit. Muslimani padyshim se duhet ta ketë një mendësi, duhet të ketë disa parime, duhet të ketë disa rregulla të cilat i përcakton feja. Ne sot jena shumë të lohatshëm, pra nganjëherë themi që kemi mendësi dhe kemi parime, mirëpo shumë thjesht na thejnë këto parime. Thejnë parimi thehet kur nuk i bindur dhe parimi thehet në mos arritjen e rezistimit ndaj joshjeve edhe të ndimeve që njeriu mund të ketë. Brenda njeriut, tham edhe në fillim se ekziston forca e të mirës, cilën e ndihmon me lajke, ndihmon Allahu subhanahu wa taala, është prezencën brenda njeriut, po janë edhe inna nafsa al-ammaratun bis-su. Nefsi është i prim edhe nga e keqja, pra anon nga e keqja, e don të keqen, sepse gjen tek ajo ato atë pjesën e cila e ngushëllon, e ban në moment caktuar undi mirë kështu me radhë. Njeriu nuk guxon të jetë indiferent. Dhe nuk guxon që këtë përplasje brenda vetes së tij ta lejë në mëshirën e realizimit të vetvetiu të realizohet ose të shesë kush po del fitimtar. Për shkak se sot thirrësit dhe ushqyesit e të keqes janë shumë më shumë se sa thirrësit dhe ushqyesit e të mirës. Po, janë shumë më shumë. Madje keqja është jeshuar, zbukuruar, është kamufluar me emra të ndryshëm, me joshje të ndryshme, me lakmi të ndryshme, me gjëra të rrethse kështu me radhë. Por ajo që besimtari e bën që të jetë fitimtar, përballë asaj është pamja pak më larg e zhvillimit të kësaj betejë. Në fund, kush do del fitimtar? Do del vetëm ai i cili është rreshtu ka e mira që ka thënë Zoti. Sepse çdo rreshtim tjetër e ka një fund. E ka një përfundim, shpesh herë kur përfundim është edhe tragjik, ashtu që shohim shumë nga ata të cilët madje janë promovues të këtyre vlerave dhe në të kundërtën ajo që njeriu e gjen qetësinë e tij, rahatinë e tij dhe forcën e rezistimit është kur e din se në këtë është Allahu subhanahu wa taala
me lajket, janë pejgamber, janë njerëz të mirë, janë njerëz të ndershëm, janë njerëz që kanë lënë gjumë pozitive në këtë dynja. E sigurisht se pamja e shpërblimeve të botës tjetër që Allah subhanahu wa taala i ka garantu dhe i ka premtu për ata të cilët ecin me këtë mendësi dhe e ndrojnë mendësinë në favor dhe në dobin e tij duke u mbështetur në mësimet e Zotit, është e garantuar nga Allah subhanahu wa taala. Sigurisht se kjo ja lehtëson shumë njeriu ballafaqimin e rrugtimit dhe shpërsimin në shpërblim. Për me ndru mendësinë, hoq duhet me kuptu njeriu që ka nevojë me ndru mendësinë. Do të deri tash e kuptuam që duhet gjithsesi. Mirë po, për çfarë mendësie kemi nevojë sot? Kemi nevojë për këtë, fillimisht kemi nevojë me e rishiku pozicionin ton përballë të mirës dhe të keqes. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe po du ndoshta edhe me përmbyll me këtë, kemi nevojë me e rishiku pozicionin ton përballë të mirës dhe të keqes. Në jetën tonë, çka është e mirë dhe çka është e keqe? Dhe në qoftë se e mira dhe e keqja të na është përcaktuese nga Zoti, ne duhet ta forcojmë këtë mendësi, të ecim këtë mendësi, ta ushqejmë këtë mendësi, të rrim gati kësaj mendësie se jemi mirë. Nëse mira dhe keqja është e përcaktuar nga dikush tjetër, ne duhet ta ndrojmë këtë mendësi. Duhet ta ndrojmë. E kur po flasim për ndrim mendësi, po flasim për ndrim mendësi në raport me Zotin, ndrim mendësi në raport me ndrimin e vetes tonë, për mundësinë se na kemi mundësi me ndru, ndrim mendësi në raport me mundësitë dhe kapacitetet që i kemi për me ndru situatën, ndrim mendësie për me e kuptu rolin tonë që kemi në shoqëni dhe ndrim mendësie për me e kuptu se ne mund të bëhemi çelësi i ndryshimit. Dhe në qoftë se ne nuk arrim me ndryshu komplet mendësinë e njerëzve dhe kohës, është shumë e rëndësishme me lënë një model për gjeneratat që do të vinë. Edhe në qoftë se ky jemi të vetëm ose një grup i vetëm, po që kanë lënë gjurmë dhe ju tregojnë gjeneratave që vinë se megjithatë ka njerëz që kanë qëndruar në parime, kanë qëndruar në moral, kanë qëndruar në besim dhe këtë mendësi nuk u ka bë presioni i kohës që ta ndrojnë, mendoj se ne kemi arrit një fitore të madhe. Allah shpërblet thotë. Amin inshallah, Allah shpërblet ty. Dash shikues, ka skishëm për këtë takim dhe takimet e tjera mbetshit në mëshirën e Zotit.